Pasditën e së njëjtës në Zyri të Zvicrës u hodh shorti për play-offin e Kupës së Botës, aty ku kuqezin do të përballen me Poloninë në gjysmëfinale. Nëse Shqipëria kalon në finale, do të ketë fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Natyrisht që për Shqipërinë kjo është një ndeshje shumë delikate dhe e vështirë, vështirësi që rritet edhe më shumë për vetë faktin se kuqezin do të luajnë në Varshavë, për vetë faktin se renditeshin në vazun e tretë, atë të jo favoritëve. Por megjithatë Shqipëria di si fitohet ndaj Polonisë dhe përtej historisë që në 15 ndeshje ka humbur 10 prej tyre, në sfidën e fundit të zhvilluar në Tiranë, skuadra jon fitoi me rezultatin 2-0. Kjo fitore i dha një ndihmë të madhe kuqezinëve për të siguruar kualifikimin në Europian, sa kaq lojtarët që kanë qenë të gatshëm dhe që kanë ndihmuar ekipin ton për të marrë një fitore në Tiranë janë ende pjesë e skuadrës sonë, ndërkohë që disa të tjerë nuk janë grumbulluar. Asani dhe Taku ishin vendimtar me golet e shënuar, lojtarë të cilët në këto kualifikuese nuk morën shumë minuta, por ishin pjesë e skuadrës. Më poshtë është dhe skuadra me të cilën kuqezinjt janë përballur në sfidën e fundit të luajtur në Air Albania. Në shtatorin e vitit 2023, Shqipëria kishte një nga ndeshjet më të vështira dhe njëkohësisht më të rëndësishme kualifikuese për në Europian, ku do të përballej me Poloninë. Kuqezinjt vinin në këtë ndeshje nga një barazim shumë i rëndësishëm në transfert kundër Republikës Çeke, barazim ky që nuk e lejoi Çekin që të shkëputej nga skuadra jon. Në Tiranë Shqipëria bëri mrekullinë duke e mundur Poloninë me rezultatin 2-0, ku fillimisht ishte Yasir Hasani ai që shënoi një kryevepër nga distanca dhe më pas Mirlin Daku me dhunë arriti të shënonte golin e dytë që i dha qetësi Shqipërisë. Në atë sfidë ishte titular Cikaleshi, i vetmi lojtar nga formacioni titular që sot nuk është më pjesë e skuadrës pasi vendosi të tërhiqej nga kombëtarja. Në port luante Strakosha që bënte një paraqitje të mirë, ndërsa mbrojtja i besohej Hysajt në të djathtë dhe Mitajt nga e majta. Në qendër Ismaili dhe Gjimshiti plotësuan mbylljen hermetike. Në mesfush ishin Ramadani, Bajrami, Aslani dhe Asani që ndihmonin ndyshën e sulmit të përbërë nga Cikaleshi dhe Uzuni. Asani ishte autor goli, teksa Daku aktivizoi në të dytën duke zënë vendin e Cikaleshit dhe vetëm pak sekonda pasi hyri në fush, shënoi golin e dytë për skuadrën tonë. Nga ana tjetër, Polonia ishte pamungesa dhe në fush zbritën yjet e skuadrës, kështu porta ju besua Szczesnit që aso kohë aktivizohej me Juventusin. Në mesfushën me 4 ishin Berezinski në të djathtë dhe Kivior në të majtë. Në qendër vendosën Bednarek dhe Kedziora. Në mesfush Polonia kishte Kash, Krishoviak, Zielinski dhe Kaminski, ndërkohë që para tyre aktivizoi Zimanski që ndihmonte Lewandowskin që në fakt u mbyll mjaft mirë nga kombëtarja jon.